Ambra Reshiti është portierja e Vllaznisë për U17 vajza, por e konsideruar dhe në fakt ashtu është heroina e kësaj ndeshje sepse priti 2 penallti. Urime Reshiti. Faleminderit. E gëzuar për këtë fitore, për këtë sukses. Shumë e lumtur. Uroj që të vazhdojmë kështu edhe vite të tjera. Vllaznia është 4 vite kampion te U17, por padyshim 18, uroj që kjo traditë vazhdojnë edhe sa më gjatë. Një rrugë gjatë në këtë sezon sportiv, deri tek finalja, që pati emocione, ishit në avantazh dhe barazimin pjesën e dytë dhe penaltit. Tek penaltit patet dyshim se ndoshta mund ta humbisni të trofeun? Te penaltit është fat, po besoj në cilësitë e mia dhe bëna më të mirën, ku arrita me pritë 2 penalti, për mua kjo është një motiv dhe përmes më përpara. Trajneri i portierëve që punon me ju personalisht, Fabiol Rexhepi, çfarë ju dha porosi tek penalltit? Pro Fabioli është një ndër ato emra që janë ndoshta më të rëndësishme te Vllaznia, sidomos për ne portierat. Ai ka një kontribut jashtëzakonshëm, kena punu çdo ditë. Por edhe sot ato taktikat e veta dhe besoj që edhe falti i prit ato penallti. Një sukses, një titull që e fituat me trajnerin Pavlo Ajaku në krye të ekipit si trajnere. Si ishte bashkëpunimi me Pavlo në këtë sezon? Jam shumë e lumtur që kur është afru Paula tek ekipi. Uroj që vazhdojnë kështu edhe vitet në vijim. Unë shkoj shumë mirë edhe besoj që ajo është e duhur. Vazhdimësia për Reshitin, ju jeni edhe pjesë e ekipit parë, jeni edhe pjesë të gjitha ekipeve të moshave të kombëtarëve të Shqipërisë. Pra një karrierë që duket se do të ketë progrese të lartë. Po uroj dhe shpresoj kështu që të kena sa më shumë grumullime, por më rëndësishme është që të marrë portën ku që blu dhe atë ku që zil pa prekun. Ky trofe dhe këto 2 penallti që pritet sot, për kë shkojnë si dedikim? Normalisht për familjen është motivimi më i madh. I falenderoj shumë për gjithçka që kam arritur deri më sot, po padyshim është edhe ekipi, shoqjet e ekipit, në krye presidenti Lazri, Zysh Paula, prof Nikuja, por edhe prof Fabioli janë fund po më e rëndësishmi. Urime edhe një herë, Reshiti dhe suksese në vazhdimsi. Shumë faleminderit.